një objekt banesor që ndërtuhet me 100 banesa teknikisht, me 100 apartmente, 50-100, a mund është me nga të regu se na i nga mësu, a i ka një lift a 2, edhe a ka shkollë më nëzit. Qa duhet me pas i tërsan? Në bazë ligjit, duhet me pas planin evakuimit, edhe duhet me pas shkollët emergjente në parë, për evakuim. Shkollët emergjente, ato jashtë si vjerën, apo? Po, jashtë që janë, çdo objekt duhet me pas ato, veçanërisht objektet banimit kolektiv. Duhet me pas hidrantët e brendshëm dhe të jashtëm. Duhet me pas sistemin e dyrëve rezistente në çdo kat. Do të thonë, çdo kat që ndërtohet duhet me pas dyrë rezistente kundër zjarrit. Aty të shkollët, apo? Të shkollë, ta zonë kati 2-3 kate, çdo kat duhet me pas derën rezistente që me parandalu zjarrin prej katin kat, mas me prek shpejt, që me pas mundësi për me evaku popullatën. Njerëz banorë. Që na për shembull banesa si është s'ka kur që është. Duhet hidranti me qenë funksional. Hidranti a veç po drëman se kat? Jo, është në çdo kat. Ajo është edhe sistemi i hidrantave, se është e përcaktuar me aktin ligjor, në fuqi është rregullore se përcakton si duhet me qenë hidrantat. Janë rregullore të përpikta këto, vetëm duhet mu zbatu. Këto janë procedura teknike tash, relacione teknike që kanë ekspertat, po duhet me qenë hidranti i çastshëm në çdo kat. Zakonisht hidrantat janë në ngjyrë të kuqe që e shohim na me shej aty, rrinë afër ashensorit. Duhet me qenë shkollët e evakuimit, duhet me qenë edhe sistemi shkollët e evakuimit të emergjente. Emergjence, gjithmonë po flasim për emergjenca. Edhe a duhet me pas çosjen se cilën pjesë balkonëve banesës të objektit banesor zjarr fiksat për. Po, duhet me pas se ato shkollë kur vendosin faktikisht planin e mbrojtjes nga zjarri dhe emergjencës. Në një objekt banim kolektiv e përgatit ose e përpilon një ekspert që është i licencuar prej Ministrisë Punëve të Brendshme. Nuk mundet pa qenë i licencuar, i cili është ekspert. Mund të jetë inxhinier i ndërtimtarisë, inxhinier i mekanikës apo i shkencave teknike, po i cili është i licencuar, edhe ne në Kosovë kemi persona që kanë licenca, qoftë si persona fizik, qoftë si persona juridik që ka licencuar Ministria e Punëve të Brendshme, OMEA konkretisht. Edhe ata përpilojnë elaboratin teknik të mbrojtjes nga zjarri, po ai elaborat duhet mu zbatu në vend zjarri aty. Edhe shkollët janë domosdoshme emergjente, gjithmonë flas. Fikset e zjarrit sipas normave duhet me qenë aty duhet me qenë. E na për objekte banesore ku një pronar e ndërton investitori e shet banesën, mandej kush kujdeset për tash dalim këtu te pjesa e dytë. Këto duhet me qenë të ndërtuara aty. E pastaj duhet të hyjnë fuqi dhe të komunat të marrin në dorë të ligji për administrimin e objekteve që është fuqi në Kosovë dhe në gjitha vendet e zhvilluara. Ashtu funksionon, ashtu zbatohet. Nuk zbatohet ai ligj, duhet mu caktuar administratori i banesës kolektive. Edhe administratori i ka kompetencat e përshkruara sakt se çfarë duhet të veprojë. Edhe ajo është personi përgjegjës, personi kompetent i cili edhe mirë mban objektin nga aspekti higienik edhe nga aspekti ashensorëve të tjerë, po edhe nga aspekti mbrojtjes nga zjarri dhe emergjencave, që është shumë e rëndësishëm. Ai është personi i cili i udhëheq edhe banor të tjerë në rast se si duhet të shkojë evakuimi, ku ka vendin. Ai kujdeset për stabilimentet teknike për gjitha këto aparatet kundër zjarrit e këto ai duhet mu përkujdes. Po ai duhet me qenë i përcaktuar, edhe komuna Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim komunë duhet me pas listën e gjithë administratorëve të banesave, që në rast krize me njëherë thirr ato. Personi i parë që ftohet ai. Edhe ai e di më së miri sa banor janë, sa problematika ka, a ka apo nuk ka problematika. Bashkë me ato ndërhyjnë me sanu gjendjen, do thotë. E para është me shpëtu jetën e qytetarëve. Ku jeni në Kosovë? Jo, jemi shumë larg. Unë shikoj me breng, do të thotë si njësi kësaj. Unë shikoj shumë me breng këtë çështje. Nuk ka organizim, nuk ka vullnet, ose apo spaku deri tash. Po mirëm këtë me politikat më doja ballkanike. Ne po mirëm me gjeopolitikë dhe politika sigurisë marrëdhënieve ndërkombëtare, këtë populli. Lufta Rusi-Ukrainë dhe efekti ty në Amerikë. Jetën tonë ne kemi lënë në mëshirë të fatit. Kjo nuk duhet me qenë kështu, por mbi të gjitha rolin e kanë jo njerëzit, po kanë institucionet. Pa dallim partie, po flas pa dallim tjetër, duhet gjithë të thrasin mendjes. Duhet këto raste të jenë alarm për rizgjim, edhe që të fillojmë me punu. Mos ta ndodhin, sepse gjithmonë shpresoj që nuk do ndodhin, sepse nëse ndodhin,